Është befasuese historia e Mehmet Pash Darallës, e trashëgimtarëve të tij gjithashtu. Generali Mehmet Pash Daralla ishte firmëtar i pavarësisë dhe përfaqësonte shqiptarët e Tetovës së Shkupit në kuvendin e Vlorës. Ishte ministri i parë i luftës pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, edhe patrioti që kontribui në të gjitha ngjarjet e mëdha historike, qysh nga lidhja e Prizrenit. Kabineti i Ismail Kemalit i dhuroi një ark me flori për t'i përdorur shteti i ri shqiptar i sapo krijuar. Po çfarë ndodhi me pasardhësit e këtij personaliteti të shquar? Komunistët serbë i përndoqën nga Shkupi në vitin 1946 dhe në mbikëqyrjen e Oznas, familja e Hysen Derallës, të birit të Mehmet Pashës, u dërguan në Shqipëri. Shteti Jugosllav u sekuestroi pronat dhe shtëpinë, ndërsa emrat u afshin nga regjistrat e gjendjes civile. Regjimi komunist shqiptar mbajti të njëjtin qëndrim, të njëjtën vijsjellje që kishte ndjekur me adhetarët e tjerë, me siguri sipas platformës jugoslave, e cila kërkonte azgjësimin e nacionalistëve shqiptar. Radio Kosova e Lirë i referohet ditës, e cila ka publikuar një profil të Mehmet Pash Darallës, sipas autorit Hil Lushaku. Po ju në kurështar dhe dëgjojeni vetëm pak minuta. Mehmet Pash Daralla lindi në vitin 1843 në Gradec Tetovës, në familjen e dëgjuar të Hasan Pash Darallës, ku patriotizmi ishte i gatuar qysh në rrënjë. Kreu arsimin fillor në vendlindje, kurse shkollën e mesme kreu në Shkup. Ndoqi studimet e larta në Akademinë Ushtarake të Stambollit, të cilat i përfundoi me rezultate të shkëlqyera. U emërua me puna në Adol, më pas ju dhe drejta për ndjekur nivelin më të lartë të arsimimit ushtarak në Turqi. Njihet si një ndër protagonistë të lidhjes shqiptare të Prizrenit të vitit 1878, ku e mbylli karrierën si oficer i ushtrisë osmane edhe ju përkushtua çështjes kombëtare. Ka bashkëpunuar me patriotët Haxhi Zeka, Bajram Curri, Ramadan Zaskoci, Idris Seferi, duke u përfshirë gjerësisht në problemet kombëtare shqiptare. Mehmet Daralla, në kulmin e karrierës së generalit të ushtrisë turke, çmoi më të rëndësishme adhetarinë e fatin e Shqipërisë, sesa zbukurimin e supeve me spaleta e grada dhe kraharorin me medalje heroizmi osmanliq. Pasha i Tetovar u vun dispozicion të ushtrisë vullnetare të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Madje si ushtarak akademik ai u caktua këshilltar ushtarak i Sulejman Vokshin, i cili bënte detyrën e ministrit të mbrojtjes të lidhjes së Prizrenit. Mehmet Daralla, së bashku me tatin Hasanin, janë nënshkrues të akteve të lidhjes, statusit dhe urdhresave. Më 1881, Mehmet Pasha kthehet në Tetovë, duke qenë i kontrolluar pa ndërprer nga agjentë e perandorisë osmane. Më 1899, Daralla do të kontribonte në lidhjen e Pejës, ku mblodhen 450 delegat, duke dëshmuar edhe një herë tjetër përpjekjet e personaliteteve shqiptare të organizuar në drejtimin e Haxhi Zekës, për të realizuar atë që nuk mundi ta bënte lidhja e Prizrenit. Perandoria turke, e mbërthyer nga krizat, zbatoi taktik në shtypjes që në embrion televizjeve antiqeveritare. Kjo ndërhyrje e fuqive ushtarake dhe e administratës turke bëri që në vitin 1900 të arrestohej Mehmet Pash Daralla, së bashku me 30 aktivistët më të shquar të këtyre lëvizjeve. E shpu në Selanik, pastaj e syrgjynosën në Halep të Sirisë, dhe mandej u internua në shkretirat e Irakut, prej nga i shkroi të birit, Halimit, më 1907, edhe pse me zemër të plagueme ndër viset Bagdatit, zemra më rrehe fluturon ndër ato bjeshke kepa, për me puthun ata sokola që duan me çliru e vendin prej Osmanlis. U kthyen në vendindje më 1908, fal një amnistie të përgjithshme. Autoritetet i kërkuan të vishte uniformën e generalit, të rikthehej në detyrë, por ai u përgjigj. U jam mirënjohës për bamirësinë, por tashti i takoi tjetër kujt. Ju përkushtua kryengritjeve të mëdha të Kosovës të viteve 1910, 11, 12, ku ishte për krah burrave të kombit, që kishin ballë Hasan Prishtinën, Bajram Currin, Isa Buletinin, Eriza Bej Jakovën, Idris Seferin, Islam Spahiun, Kerim Bek Begollin. Ishin këto beteja që shnuan edhe marrjen e Shkupit, ish qendrës së vilajetit Kosovës. Në vitin 1912, Mehmet Pash Daralla u caktua kandidat për deputet në parlamentin Xhontur. Ndërkohë i biri Mehmet Pashës, Mynipi, i bëri atentat komandantit të garnizonit Tetovës, çfarë tensionoi më shumë situatën në Tetovë.
Grupi Mehmet Pash Darallës mbriti në Vlorë, pasi ishte shpallur me vetësia. Në protokollin e kësaj mbledhje është shënuar: si delegat të rinj erdhën zoti Mehmet Pash Daralla, Isa Bej Boletini, Ajdin Draga, Dervish Bej Peku nga Kosova, e tjerë. Generali Mehmet Pash Daralla u votua në kuvendin e kabinetit qeveritar. Në postin e ministrit luftës, Karaluiq Gurakuqi dhe Mufi Bej Livohovës. Mehmet Daralla pati një nga detyrat më të vështira ndër gjithë ministrat. Zhvillimet politiko-ushtarake në ditët e shpalljes pavarësisë janë pasqyruar më gjërësisht një shkrimin e Ismail Kemalit, por vlen të evidentohet se Pashai Tetovar me grupin e kosovarëve mori mbi vete barrën e rëndë të mbrojtjes së qeverisë së parë të shtetit të ri shqiptar, duke mos pasur asnjë strukturë të mirëfillt, përveç vullnetarëve dhe mbështetësve tyre. Trimat e Laborisë, luftarët e Kosovës Martire, mbështetësit e Ismail Kemalit, u bën ushtarët e parë të fuqisë së luftës, ndërkohë që Janina e Shkodra mbroheshin në rrethim. Situata kërkonte masa urgjente për të ndaluar serbët që marshonin në brendësi të Shqipërisë mesme, ndalimin e shovinistëve grek që po sulmonin Himarën dhe synonin të merrnin Vlorën. Urgjente shtrohej detyra të vihej në funksionim shtabi i përgjithshëm, i drejtuar prej Ali Shevqet Shkupit. Të organizoheshin e mobilizoheshin repartet, të hartoheshin aktet ligjore, të rekrutoheshin oficerët e aftmendjenja detare që kishin shërbyer në ushtrim perandorake, të mos lejohej dezertimi i rezervistëve dhe të mos rrëmbeheshin armët prej tyre. Plaku i urtë por me zemër luftarake afroi rreth vetës 70 oficerë dhe 150 nënoficerë që kishin shërbyer në ushtrin turke dhe ishin shkolluar, duke kryer bërthamën rreth së cilës do të mblidheshin shqiptarë të ndershëm për të plotësuar atë të forcave të armatosura dhe krimin e ushtrisë së rregullt shqiptare. Ende ka mbetur enigm fakti që në dhjetor 1913 pati një ftohje në marrëdhënien të Mehmet Pash Darallës me Ismail Kemalin, gjërsa në dhjetor Pashai Tetovar u largua nga qeveria e Vlorës, ashtu sikur miku i tij Hasaj Ben Prishtina u bashkua me Esat Toptanin, fakt që u shpall në gazetën për lindje e Shqipnisë. Mehmet Pash Daralla qëndroi në Durrës pranë Esat Toptanit, nuk u largua nga Shqipëria, por priti Brinsvidin, cilën e ka shoqëruar në takimin që ai organizoi me ushtrin kosovare në kazermat e Durrësit në qershor 1914. Disa studiues kanë shkruar se në 5 dhe 11 gusht 1914, Mehmet Daralla së bashku me Dervishimën, Hasan Prishtinën, Bajram Curin dhe Isa Boletinin kanë bërë përpjekje për të hyrë në lidhje me kryengritësit e Shqipërisë mesme, për t'i hedhur ata kundër pushtuesve serbë. Më 5 nëntor 1915, Fisi Daralla ju bë objekt sulme shtegra e barbare të pushtuesve serbë, që kërkonin në nshtrimin e Darallajve të gjithë Gradecit. Kur e ndjeu çastin e fundit të jetës, Mehmet Pash Daralla kthehet përsëri në Tetov, për të prehur aty ku u lind dhe kaloi fëmijërinë e tij. Mbylli syt në vendlindje në vitin 1918, por i pavdekshëm mbeti ngjyrën e popullit vet. Faleminderit.